يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thëtë Allah subhanahu wa ta'ala në vazhdimin e ajeteve të surës Al-Imran وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. Ka për tyre të cilët i ngatrojnë gjuhët e tyre me qëllim që të mendoni ju se ajo që ata po e flasin është prej librit, por ajo nuk është pjesë e librit. Wa yaqulunahu min indillah, kur të folin thojnë kjo kështu ka thonë Allahu, wa ma huwa min indillah, por se Allah s'ka thonë kështu. Wa yaquluna ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun, ata janë të shpift të rrejt për Allah subhanahu wa ta'ala dhe e din se janë të rrejt. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Nga se nuk ka ndodhur që Allah subhanahu wa ta'ala ndonjë njeriu të jep libër, e të jep urtësi, e të bën pejgamber, pastaj ai të thotë njerëzve, ma dhuroni mua përveç Allahut. Walakin porse kunu rabbaniyin, bëhuni të përqendruar në ibadet ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, bima kuntum tuallimuna al-kitab, ashtu sikur që e keni mësuar libër, wa bima kuntum tadrusun, ashtu që u kanë mësuar pejgamberët. Wala ya'murukum an tattakhidhu al-malaikata wan-nabiyyina arbaba, dhe kërkush ata nuk i ka urdhëruar që me ia dhurojë melekt e pejgamberët. Ya'murukum bil-kufri ba'da idh antum muslimun, se ndodh që dikush prej pejgamberëve me i urdhëruar njerëzit me bë kufër pasi që kanë qenë ata muslimanë. Është përkthimi i ajeteve kurse kuptimi i ajeteve o inna minhum prej tyre jahudive dhe të krishterëve le fariqan yalhuna alsinatahum bil kitab, ka disa grupe të tyre të cilët me qëllim i pështjellin fjalët, i ngatrojnë fjalët, i thonë fjalët të ngjashme me kuptim, li tahsabuhu min al-kitab, në mënyrë që njerëzit me besua me llogaritë se këta që shën të fol, që ashtu shkruan të Tevratën në Injil. Wa ma huwa min al-kitab, por që ashtu nuk ka shkruar në Tevrata dhe në Injil. Wa yaquluna huwa min indillah, kur të kanë fol ders, kur kanë marrë ligjërata ata ka thonë Allahu, wa ma huwa min indillah, por që ashtu s'ka thonë Allahu hiç. Wa yaquluna ala Allahi al-kadhib, ata kanë rrejt për Allahun, wa hum ya'lamun, dhe kanë ditë që kanë rrejt. Dietarët e tyre pas vdekjes së Musës alayhi salatu wassalam dhe pas vdekjes së Isës alayhi salatu wassalam, kur e kanë shpjeguar Tevratin dhe Injilin, e kanë deviju. Dhe ata kanë qenë studiues, kanë ditë qysh me deviju. Dhe kur jo kanë deviju njerëzve, aq mirë ja kanë thonë, sa që njerëzit kanë menuar që për një me që ashtu përshkruan kanë Tevrat. Aq mirë ja kanë deviju, sa që kanë menuar se për një me që ashtu përshkruan kanë Injil. Ose në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se tattabi'una millata man kana qablakum shibran bi shibr. Keni me shkuar mbrapa atyre që kanë qenë para juve, jahudive, krishterëve plom, që kanë bërë ata, keni me bërë dhe ju. Në himshën ata në bidhë xhapinit, ju keni me shku me him mas tyne. Ata i kanë shtjelluar argumentet edhe
të na I kam shëllu argumentet. Thot, ka thonë Allah kur, pa thonë Allah që ashtu hiq kur kurat. Pa ka thonë shtu? Edhe pejgamberi ka thonë shtu, ku ka thonë pejgamberi shtu, hiq ka thonë. Atë që Allah subhanahu wa taala ka llogarit kufër e gjëna e shirk, kjo është sevap. I gjojnë argumente dikon, do me dobija me ndrua situatën, me thusë të këtajnë, ku ka thonë Allah kështu? Jelhune alsinatahum bil kitab, I pështjelin gjuhën, ka folin, ta mërmenj aty se për në Allah ka thonë qështu. Edhe thënë ka thonë Allah se thonë, Roma hu min indillah, Allah se thonë qështu eqë. Një prej fjallëve që kanë sjellë dietarë, mënyra qysh kanë mashtruar dietarët e tyre, fjala Allah subhanahu wa taala në Kur'an, kur I ka urdhëruar Banu Israilit me hije me nevan, ju ka thonë wa qulu hittatun, thonë që fjalë kur tini aty në atë vend që ka urdhëruar Allah me hije, thonë që fjalë wa qulu hittatun. Ata, kër e kanë spjeguar, ka thonë Allah wa qulu himtatun, veç në neja kanë shtu. Dhe që me thonë wa qulu hittatun, ka thonë Allah ka thonë wa qulu himtatun, veç në në. Veç në në, ta shku me ditë popë, a konë që kënë me, a se konë që kënë me atë. Kurse qaja në e prish kuptimin komplet. Ose, Kulu sami'na wa ata'na, thuni dëgjojmë dhe respektojmë, ata ka thonë sami'na wa asajna. Fjallën ngjashme, veç disa shkronja e kanë ndryshuar edhe e kanë deviju. Në librin e Allah subhanahu wa taala kështu nuk mund me bo. Për shkak se Allah subhanahu wa taala ka thonë Kur'an, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, wa lakum zbil Kur'anin e dhëruj. Të vratën e Injilin Allah ja ka lënë njerëzve, me kështu dietarët e tyre aperujnë, asperujnë. Dhe nuk e kanë ndrujt e kanë ndryshuar, tash Kur'anin Allah, ma nuk jo ka lënë njerëzve erun Allah. Dhe Kur'an, ma shkrojnë nuk mund me ndru kush. Ama shka mund me ndruhe kuptimin. Qka mund me I deviju njerëzit, mund me I devijuar njerëzit me kuptim. Jenë shkronja. Në kuptim, ka thonë Allah kështu, por ashtë për qëllim kjo. Kush për qëllim, kush e ka thonë këto, këta vetë të dojë. Në Kur'an është fjala e qartë. Ibrahimi idh qale li ebihi Azer, I ka thonë babës vetë Azerit, ata thënë se ka pas babë, ka pas miq. More këtu përshku babës vetë, e pa edhe babës edhe miqës mund, se së dina nga që mund është me thonë, edhe miqës babë, nuk është problem. Edhe një plakët, kur është në dhe të ka përciu, mund është me thonë, o babë, në fshe respektu, sikur që në grue plakë, me thonë, në nanë. Tash, me I marë këtë fjallë, me mundua me ndryshua kuptimin, nuk është kjo për qëllim, nuk është aja për qëllim, kjo këto, ku ka thonë Allah kështu, s'ka thonë përpër. Jelhune alsinatahum bil kitab, I ngatrojnë gjuhën me qëllim, le të hsebu min el kitab, me menua njerëzit se aja që përfolin kita është prej libri, o ma hua min el kitab, aja në libër që ashtu nuk shkrunë, se nësu t'i kena, e kena edhe librën për para, o e kulune hua min indillah, edhe thërë kjo është prej Allah, o ma hua min indillah, kjo nuk është prej Allah. Tash rreziku më I madh është për ata të cilët e shpjegojnë fen, me thonë njerëzve ka thonë Allah, pa thonë Allah hiç, ka thonë pejgamberi sa, pa thonë pejgamberi sa hiç, për shkak se në hadith Allah në ajet Allah subhanahu wa taala rrensat kufrin prej kufrave më të rënda është me thonë për Allah, ka thonë Allah, pa thonë Allah hiç. Kurse pejgamberi sa në hadith, për hadithet e tij ka thonë men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar, kush gënjen për mua qëllimisht, ka thonë pejgamberi sa, ku ka thonë pejgamberi sa? Kjo edhe për ata vllazni që gutën, e flasin e mojnë derse, ka thonë pejgamberi se di ka ku ka thonë, çka ka thonë, ku jeni biç ka nije. Ku ka thonë Allah pse po rrem?
kur të shpjegojsh njerëzve, duhet me ditë ka është kjo dituri. Ka thonë për jamësem, ku ka thonë? Cëve libër është kjo hadith? Kush ka transmetuar këtë hadith? Cila është saksia e hadithit? Ka thonë Allah subhanahu wa taala, ku ka thonë? Cili është ajeti? Cili është komuniti selefëve? Kështu shon feja, nuk shon komunione. Ka thonë Allah, komunik ka thonë për jamësem. Me shpif për Allah subhanahu wa taala është eron. Me thonë, ka thonë Allah është shumë eron, e vështirë që të nxjerr për feje. Dhe prej çështjeve, jo të atyre të kanë dituri, po e përhapur të la, që duhet me pas kujdesje disa fjalë, që thonë Allah ka thonë ndrurit të pak me truj shumë, s'ka thonë hiç, nuk bën më të shpejt. Pejgamberi ka thonë unë kështu në ashtu, nuk bën me kjo shpifje për Allahun e për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po hum ya'lamun, edhe këta që të dietarë të fjala, këta që e njohin fen, edhe që shpifin ka thonë Allah pa thonë hiç, ka thonë pejgamberi pa thonë hiç, ata e dinë që do rrej. Po hum ya'lamun, se këta e dinë që janë të devijuar. Edhe dinë që janë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hiç, edhe dinë që ata që janë sunet e dinë se cilët janë. Këtë e dinë. Ama e ka marrë përpara mashtrimi i iblisit. Ma kana li basharin an yu'tihi Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Për shpifjeve, për gënjeshtrave që kanë bërë dietarët e krishterëve të jehudëve, ka thonë se Isa alayhis salam është Zot. Edhe do të marrë Luisën, ai u fliu për lirën e gjinohet mirë, wala hawla wala quwwata illa billah. Po ti gjinohet me pejgamber për gjinohet të tua, dhe çfarë për vëllëvaki është kjo? Ku ka thonë pejgamberi kështu? Qysh ndodh që një pejgamber që ka thënë Allah, e ka dhënë libër, e ka bërë pejgamber, më thonë njerëz adhurojnë mua. Po çka ka thënë Allah ato? Për më thonë njerëz adhurojnë Isën. Allah ka thënë pejgamberin Isën e Musën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjithë, "I'budullaha ma lakum min ilahin ghayru", adhurojnë veç Allah, se s'ka zot tjetër që duhet të adhurohet përveç Allahut. Nuk ka mundësi në njeri që Allah subhanahu wa taala t'i ka dhënë libër, e ka bërë pejgamber, e më thonë njerëzve adhurojnë mua tash. Sigur që ata kanë thonë për Musën e Isën alayhis salam, Uzairin e tjerë. Walakin, por se pejgamberi Isa të tjerë kanë thonë popullit kunu rabbaniyin, bëhuni njerëz të përkushtuar ndaj Allahut. Ibn Abbasi, Allah subhanahu wa taala pas mëshirua rabbaniyin, ka thonë janë njerëzit të cilët u mësojnë fëmijëve Kur'anin. Rabbaniyin, njerëz të cilët janë të përkushtuar në ibadet për Allahun. Kështu është kuptimi i përgjithshëm. Kurse Ibn Abbasi, Allah subhanahu wa taala pas mëshiruan komentin e fjalës rabbaniyin, njerëz të përkushtuar ndaj Allahut janë ata të cilët u mësojnë fëmijëve Kur'anin. Dhe të fëmijëve që mësojnë Kur'anin nuk bën pjesë veç mësuesi, hoxha, po krejt prindit që janë fëmijën e ai që ja bën librat e ai që ja bën klimën e krejt gjithkush që kontribon për me mësuar gjenerata e treja Kur'anin bën pjesë të rabbaniyin. Edhe kështu ka thënë pejgamberi, kunu rabbaniyin, bënu që si njerëz që mësoni njerëzve fen Kur'anin. Hadith pejgamberi sa ka thënë khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, më i miri për juve është ai që mëson Kur'anin për vete dhe u mëson Kur'anin edhe të tjerëve. Wala ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyina arbaba, dhe kërkush për pejgamberëve nuk ka urdhëruar që ata me bë zota arbab, është me prua ligje përveç ligjeve të Allahut. Pejgamberi nuk ka thonë njerëzve kështu. As melek nuk kanë drejt me pru ligje, as pejgamber. Veç Allah subhanahu wa taala. Ta shumë është interesant dhe na kërkush për njerëzve nuk ka drejt ligjet e melekëve, as pejgamberëve me i zavendësu me ligjet e Allah subhanahu wa taala. Ya'murukum bil kufr, për shkak se kush do që urdhon njerëzit që me zbatue ligjet e jashta asaj që ka vendosur Allah subhanahu wa taala, është kufër. Kërkush për pejgamberëve nuk i ka urdhëruar njerëzit me bë kufër, me marr për halal, për shkak se ligjet janë halal dhe haram. Allah subhanahu wa taala veç ka thot halal, ajo është halal, jo melek. Melek s'ka drejt me thonë që kjo është halal. As pejgamber s'ka drejt me thonë kjo është haram. As halal. Veç Allah subhanahu wa taala.
Edhe kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një çështje që është haram, për shembull, Allahu i thot më thon, thuaj çështë, thuaj çita. Jo, vetes vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, për shkak se pejgamberi sa nuk fol me nezvet, po ata që ka folur është që ka thonë Allahu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam merë ka dash mjaltën, e ka pasur ngatres me gratë e veta për çështjet mjaltës, u largu për mjaltës. Allahu më nere ka qërtuar, këthe ma e mjaltën, kush ka thonë ti mos me më mjaltë? Ku mund është ti me thonë që kjo është haram, kjo është halal, s'mund është s'ki drejt. S'ka drejt, as pejgamber, as me lek, as kërkush në botë, krijes me kallëzuar çka është halal, çka është haram përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, wa aqulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum, astaghfiruhu li kulli dhanbin, innahu huwal ghafurur